Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Trafiku detar në ngushticën e Hormuzit mbetet minimal pavarësisht anëpushimit mes SBA-s dhe Iranit, sipas dhënave të gjurmimit të anijeve. Presidenti amerikan Donald Trump akuzoi Iranin se nuk po respekton marrëveshjen për lejimin e kalimit të naftës përmes kësaj rruge strategjike. Ngushtica e Hormuzit, një nga arteret më të rëndësishme të furnizimit global me energji, vijon të mbetet pothuajse e bllokuar, pavarësisht marrëveshjes së anëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Të dhënat e fundit nga sistemet e gjurmimit detar tregojnë një nivel minimal të lëvizjes së anijeve në këtë korridor jetik, duke ngritur shqetësime serioze për furnizimin global me naftë. Pamjet e regjistruara nga platforma e monitorimit të trafikut detar tregojnë se gjatë 24 orëve të fundit, lëvizja e cisternave dhe anijeve tregtare ka qenë shumë e kufizuar, duke reflektuar tensionet e vazhdueshme në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër, duke akuzuar Iranin se nuk po respekton marrëveshjen për të lejuar kalimin e lirë të naftës përmes ngushticës. Në një postim në rrjetet sociale, ai deklaroi se Irani po bën një punë shumë të dobët në zbatimin e angazhimeve të tij. Ndërkohë, anëpushimi 2 javor mes palëve duket i brisht, ndërsa tensionet janë shtuar sërish përpara një raundi të ri negociatash që pritet të zhvillohet në Pakistan. Sipas zhvillimeve të fundit, Irani nuk ka dhënë shenja për heqjen e bllokadës pothuajse totale të ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, Teherani ka argumentuar se sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Liban janë një faktor kyç që po pengon zbatimin e plotë të marrëveshjes. Kjo situatë ka sjell një nga ndërprerjet më të mëdha të furnizimit global me energji, duke rritur pasigurinë në tregjet ndërkombëtare. Ekspertët paralajmërojnë se çdo vonesë në rikthimin e trafikut normal në këtë zonë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në çmimet e naftës dhe në ekonominë globale. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump kërkon angazhime konkrete nga aleatët evropian brenda pak ditësh për sigurinë në ngushticën e Hormuzit. Paralelisht, SBA po shqyrton mundësitë e tërheqjes së trupave nga Evropa, duke rritur presionin mbi aleancën. Aleanca Veri Atlantike përballet me një moment kritik, ndërsa Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim të menjëhershëm nga partnerët evropian për të garantuar sigurinë në ngushticën strategjike të Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump pret brenda pak ditësh angazhime konkrete nga vendet anëtare për të ndihmuar në këtë zonë kyçe për furnizimin global me energji. Deklaratat e tij vijnë pasi takimi në Shtëpinë e Bardhë me presidentin amerikan, i cili prej javësh ka kritikuar aleatët evropian për mungesë mbështetjeje në përballjen me krizën në lindjen e mesme. Rutte pranoi se disa vende të NATO-s reaguan fillimisht me vonesë, duke theksuar se situata ishte e papritur për shumë prej tyre. Megjithatë, ai shtoi se tashmë ekziston një mbështetje e konsiderueshme, përfshirë në aspektin logjistik dhe bazave ushtarake. Presidenti Trump ka deklaruar mundësinë e largimit të Shteteve të Bashkuara nga NATO, ndërsa zyrtarët e lartë amerikanë kanë konfirmuar se po shqyrtohet edhe reduktimi i pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Edhe pse ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, kjo situatë ka rritur ndjeshëm presionin mbi liderët evropian për të dëshmuar angazhim konkret dhe të shpejtë. Rutte theksoi se aleanca ndodhet në një periudhë ndryshimesh të thella, ku Evropa pritet të marrë një rol më të madh dhe më të drejtë në garantimin e mbrojtjes së përbashkët. Sipas tij, ky është një moment kyç për të ardhmen e marrëdhënieve transatlantike, ndërsa sfidat globale kërkojnë një koordinim më të fortë dhe vendime të shpejta nga të gjithë aleatët. Pakistani po përballet me presion të madh për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes SBA-s dhe Iranit, ndërsa delegacionet pritet të zhvillojnë bisedime në Islamabad. Analistët paralajmërojnë se përshkallëzimi i konfliktit mund të detyrojë Pakistanin të përfshihet ushtarakisht dhe të përkeqësojë sigurinë në rajon. Pakistani është vënë në qendër të diplomacisë ndërkombëtare, duke u përballur me një sfidë që shumë ekspertë e cilësojnë si një mision pothuajse të pamundur, ndërmjetësimin e paqes me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Bisedimet pritet të zhvillohen në Islamabad, ku delegacionet të nivelit të lartë nga të dy vendet do të ulen në tryezën e negociatave, në një përpjekje për të stabilizuar situatën dhe për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Sipas analistit Kamran Bokhari nga Këshilli për Politikat e Lindjes së Mesme,
Pakistani përballet me presione të shumta, si në planin e brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ai paralajmëron se një destabilizim i Iranit, veçanërisht në rajonet kufitare si Sistan-Baluchistan, mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për Pakistanin, i cili tashmë përballet me sfida të sigurisë në kufirin perëndimor për shkak të kryengritjeve të ndryshme. Një tjetër rrezik lidhet me mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit në rajon. Nëse Irani rrit sulmet ndaj Arabisë Saudite, atëherë mund të aktivizohet marrëveshja strategjike e mbrojtjes së përbashkët mes Pakistanit dhe Riyadit, duke e detyruar Islamabadin të përfshihet në konflikt. Megjithatë, autoritetet pakistaneze synojnë të shmangin çdo përfshirje ushtarake dhe të fokusohen në rrugën diplomatike. Gjatë takimeve pritet që Pakistani të ngrejë edhe shqetësimet e vendeve të gjirit, të cilat janë prekur nga sulmet iraniane gjatë konfliktit. Po ashtu, do të kërkohet edhe zgjerimi i anëpushimit në Liban për të ndalur sulmet e vazhdueshme. Ndërsa bota ndjek me vëmendje zhvillimet, këto bisedime mund të jenë vendimtare për të ardhmen e stabilitetit në lindjen e mesme dhe më gjerë. Lideri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, deklaroi një fitore vendimtare ndaj SBA-s dhe Izraelit dhe njoftoi një fazë të re në menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Ai paralajmëroi se Irani nuk do të heqë dorë nga të drejtat e tij dhe se negociatat varen nga respektimi i arpushimit nga SBA. Irani ka shpallur atë që e cilëson si një fitore të rëndësishme në konfliktin me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, ndërsa paralajmëron ndryshimet e reja nën kontrollin e një prej rrugëve më strategjike në botë, ngushticës së Hormuzit. Në një deklaratë transmetuar nga mediat shtetërore, lideri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, tha se populli iranian ka arritur një fitore vendimtare dhe se vendi do të hyjë në një fazë të re në menaxhimin e kësaj rruge kyçe për transportin global të naftës. Deklarata u bën në një moment simbolik, 40 ditë pas vdekjes së ish-liderit suprem Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet e përbashkëta të SBA-s të Izraelit në fillim të konfliktit. Në fjalën e tij, Khamenei theksoi se Irani nuk ka kërkuar luftë, por nuk do të heqë dorë nga të drejtat e tij, duke shtuar se vendi do të vazhdojë të mbështesë atë që e quan fronti i rezistencës. Ai u bëri thirrje edhe vendeve fqinje në jug që të mbajnë një qëndrim të qartë, duke theksuar se Irani pret një përgjigje që të reflektojë marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimin në rajon. Ndërkohë, kryetari i Parlamentit iranian, Mohammed Baker Kalibaf, deklaroi se negociatat me Shtetet e Bashkuara do të varet nga respektimi i plotë i anëpushimit, duke paralajmëruar se në të kundërt konflikti mund të rifillojë. Ai shtoi se Irani është i përgatitur si në aspektin ushtarak, ashtu edhe në atë diplomatik për të mbrojtur interesat e tij dhe për të vazhduar përpjekjet të drejta saj që e cilësoi si fitore përfundimtare. Një anëpushim dyjavor mes palëve ka hyrë në fuqi, ndërsa bisedimet për paqe pritet të zhvillohen në Pakistan në ditët në vijim. Aksionet në Wall Street u rritën pasi negociatat për paqe në lindjen e mesme ulën shqetësimet për krizën në ngushticën e Hormuzit. Indekset kryesore amerikane përfunduan në rritje, ndërsa investitorët reaguan pozitivisht ndaj sinjaleve për stabilizim të situatës gjeopolitike. Tregjet financiare në Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar seancën e fundit në rritje, të nxitura nga optimizmi i investitorëve për zhvillimet diplomatike në lindjen e mesme. Indekset kryesore në Wall Street regjistruan rritje të qëndrueshme, pasi tregjet reaguan ndaj shenjave të mundshme për përparim në negociatat që synojnë uljen e tensioneve mes palëve të përfshira në konflikt. Sipas analizëve të tregut, një rol i rëndësishëm në këtë përmirësim të ndjesisë së investitorëve kanë luajtur edhe diskutimet për hapjen e ngushticës së Hormuzit, një rrugë strategjike për transportin global të naftës, e cila prej ditësh ka qenë në kufizuar. Ndërkohë, çmimet e naftës kanë shfaqur luhati gjatë ditës, por kanë mbetur nën pragun psikologjik të $100 për fuqi, duke reflektuar ende pasiguri në tregjet energjetike. Ekspertët theksojnë se tregjet nuk kanë hyrë në panik pavarësisht tensioneve gjeopolitike. Sipas analistëve financiar, investitorët po reagojnë ndaj sinjaleve se konflikti nuk pritet të zgjasë shumë, duke ruajtur kështu besimin në vazhdimsinë e tregut bullish. Në mbyllje të sesionit tregtar, Dow Jones Industrial Average u rrit me rreth 275 pikë, ndërsa S&P 500 dhe Nasdaq shënuan gjithashtu rritje të dukshme. Analistët theksojnë se çdo zhvillim në negociatat ndërkombëtare dhe në situatën në ngushticën e Hormuzit do të vazhdojë të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në lëvizjet e tregjeve globale në ditët në vijim.
Bursat evropiane u hapën me rritje të lehtë, ndërsa investitorët presin zhvillimet nga negociatat për lindjen e mesme dhe situatën në Pakistan. Çmimi i naftës mbetet në $100 për fuqi, ndërsa tensionet në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të ndikojnë tregjet. Tregjet financiare në Evropë e kanë nisur ditën me një rritje të lehtë, ndërsa investitorët mbeten të fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike që pritet të ndikojnë drejtimin e ekonomisë globale. Në bursën e Frankfurtit, indeksi kryesor DAX u hap në territor pozitiv, duke reflektuar një stabilizim të tregjeve pas luhative të ditëve të fundit. Sipas ekspertëve, kjo rritje e moderuar vjen në një moment kur pasiguritë mbeten të larta. Analistët theksojnë se çmimi i naftës vazhdon të jetë një nga faktorët kryesor që ndikon në tregje. Aktualisht, ai mbetet në nivelin e $100 për fuqi, megjithëse ka shënuar një rritje të lehtë pas rënies së mëparshme. Investitorët po ndjekin nga afër zhvillimet në linjen e mesme, veçanërisht situatën në ngushticën e Hormuzit, e cila mbetet një pikë kyçe për furnizimin global me energji. Një tjetër fokus i rëndësishëm është edhe roli i Pakistanit, ku pritet të zhvillohen bisedime të rëndësishme diplomatike gjatë fundjavës. Rezultati i këtyre negociatave shihet si vendimtar për stabilitetin në rajon. Ekspertët paralajmërojnë se tregjet mbeten të ndjeshme ndaj çdo zhvillimi, përfshirë edhe situatën në Liban dhe përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut. Gjithashtu, deklaratat e fundit nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka kritikuar Iranin për menaxhimin e situatës në ngushticën e Hormuzit, kanë shtuar pasigurinë në tregje. Megjithatë, fakti që çmimi i naftës ka qëndruar në nivelin kritik për $100 ka dhënë një farë qetësie për investitorët, duke kontribuar në një performancë pozitive gjatë kësaj jave. Sipas të dhënave të fundit, tregu gjerman ka shënuar një rritje javore për rreth 2.7%, duke reflektuar një rikuperim të kujdesshëm pas tensioneve të fundit. Ministrja e Jashtme britanike Yvette Cooper deklaroi se edhe nëse hapet ngushtica e Hormuzit, paqëndrueshmëria ekonomike globale do të vazhdojë. Ajo theksoi se kriza aktuale nuk lidhet vetëm me konfliktin Iran-SBA, por me një realitet të ri ku turbulencat janë bërë normë. Ministrja e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar Yvette Cooper ka paralajmëruar se hapja e ngushticës së Hormuzit nuk do të jetë e mjaftueshme për të rikthyer stabilitetin ekonomik global. Në një fjalim të mbajtur në Londër, ajo theksoi se paqëndrueshmëria dhe luhatjet ekonomike janë bërë gjithnjë e më të përhershme, ndërsa turbulenca tashmë konsiderohet si realiteti i ri global. Deklarata vjen në një moment kur konflikti mes SBA-s dhe Iranit ka shkaktuar bllokim pothuajse total të trafikut në këtë rrugë detare jetike, e cila është kyçe për furnizimin global me energji. Edhe pse presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një arpushim pas disa javësh përplasjeje, ende nuk ka shenja se Irani do të lehtësojë kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Ministria britanike theksoi se problemi nuk është vetëm kriza aktuale, por një model më i gjerë global, ku siguria kombëtare dhe ajo ekonomike janë bërë të ndërlidhura dhe më të brishta. Ajo nënvizoi se kalimi në këtë rrugë strategjike duhet të mbetet i lirë dhe pa tarifa, duke e cilësuar këtë si një parim themelor të lirisë së lundrimit ndërkombëtar. Sipas Cooper, globalizimi i menaxhuar dobët në të kaluarën ka çuar në rritje të pabarazive, proteksionizmit dhe ekspozimit ndaj presioneve ekonomike, përfshirë edhe përdorimin e zinxhireve të furnizimit si mjet e presioni. Ministra britanike theksoi se qeveria aktuale po vendos sigurinë në qendër të politikave të saj, duke përfshirë si sigurinë kombëtare, ashtu edhe atë ekonomike. Ajo deklaroi se vendimet për politikën e jashtme do të merren duke u bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat e vendit, pa u ndikuar nga faktor të jashtëm. Hunter Biden ka deklaruar se është i gatshëm 100% për një ndeshje në kafaz me Eric Trump dhe Donald Trump Jr., sipas një videoje të publikuar në rrjetet sociale. Ai tha se do të marrë pjesë në një turne të organizuar nga Channel 5, ku po diskutohet edhe një përballje simbolike mes tyre. Një deklarat e pazakon nga Hunter Biden ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale dhe mediat ndërkombëtare, pasi ai është shprehur i gatshëm për një përballje në kafaz me djemt e presidentit amerikan Donald Trump. Në një video të publikuar, Hunter Biden tha se ka marrë një ftesë nga Andrew Callaghan, themelues i Channel 5, për të marrë pjesë në një turne që do të zhvillohet në disa qytete të Shteteve të Bashkuara, përfshirë Phoenix,
San Diego dhe Albuquerque. Gjatë deklaratës së tij, ai u shpreh se është 100% brenda për një ndeshje të mundshme me Eric Trump dhe Donald Trump Jr. nëse një sfidë e tillë organizohet gjatë aktivitetit. Sipas tij, ai do të marrë pjesë në turne pavarësisht nëse përballja në kafazë realizohet apo jo, duke shtuar se eventi pritet të sjellë edhe surpriza të tjera për publikun. Nisma e përmendur nuk është konfirmuar zyrtarisht nga palët e tjera të përfshira, ndërsa deklarata e Hunter Biden ka ngjallur reagime të shumta dhe diskutime në rrjet. Ngjarja është pjesë e një turneu të Channel 5, i cili sipas organizatorëve synon të kombinojë formatin e intervistave dhe performancave live me elemente argëtimi dhe spektakli. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse një përballje e tillë fizike do të organizohet realisht apo nëse bëhet fjalë vetëm për një element promovues të turneut. Presidenti i Kinës Xi Jinping deklaroi se Pekini nuk do të tolerojë në asnjë rrethan pavarësinë e Tajvanit gjatë një takimi me një lidere të opozitës tajvaneze në Pekin. Vizita u zhvillua në kuadër të një misioni për uljen e tensioneve, ndërsa Kina vazhdon të refuzojë dialogun me qeverinë aktuale të Tajvanit. Tensionet mes Kinës dhe Tajvanit mbeten të larta, ndërsa presidenti kinez Xi Jinping ka përsëritur qëndrimin e ashpër të Pekinit kundër çdo përpjekjeje për pavarësi të ishullit. Gjatë një takimi në Pekin me Cheng Li-un, kryetare e partisë më të madhe opozitare në Tajvan, Kuomintang, Xi deklaroi se Kina nuk do të tolerojë absolutisht pavarësinë e Tajvanit, duke e cilësuar atë si kërcënimin kryesor për paqen në rajon. Takimi u zhvillua në sallën e madhe të popullit dhe vjen në një moment kur Kina ka shtuar presionin ushtarak ndaj Tajvanit, ndërsa përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve janë intensifikuar. Cheng Li-un ndodhet në Kinë në një vizitë që ajo e ka cilësuar si një mision paqeje, me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve dhe nxitjen e dialogut mes dy palëve. Gjatë vizitës së saj, ajo ka bërë thirrje për pajtim dhe rifillim të komunikimit në një kohë kur marrëdhëniet mes Pekinit dhe administratës aktuale të Tajvanit janë të ngrira. Qeveria e Tajvanit, e udhëhequr nga presidenti Lai Ching-te, ka kërkuar nga përfaqësuesit opozitar që t'i bëjnë thirrje Kinës të ndalojë kërcënimet dhe të angazhohet në dialog me autoritetet e zgjedhura në mënyrë demokratike. Megjithatë, Pekini refuzon të komunikojë me presidentin aktual tajvanez, duke e konsideruar atë një separatist. Ndërkohë, disa qytetarë në Pekin e kanë parë vizitën e lideres opozitare si një hap pozitiv drejt uljes së tensioneve dhe rikthimit të komunikimit mes dy anëve. Marrëdhëniet mes Kinës dhe Tajvanit kanë një histori të gjatë dhe të ndërlikuar, që daton që nga viti 1949, kur qeveria nacionaliste u tërhoq në Tajvan pas humbjes në luftën civile ndaj komunistëve të Mao Zedongit. Deri më sot, nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje paqeje ose arpushimi mes dy palëve, dhe të dyja qeveritë nuk e njohin zyrtarisht njëra tjetrën. Kreu i opozitës Sali Berisha deklaroi se Shqipëria ka mbetur pas në procesin e integrimit, sipas raportit IBAR, duke akuzuar qeverinë e Edi Ramës për korrupsion. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm Ferit Hoxha theksoi se vendi ka bërë përparim të dukshëm dhe se procesi i negociatave me BE-n po avancon. Debati për integrimin evropian të Shqipërisë është ashpërsuar me akuza dhe kundërakuza mes opozitës dhe qeverisë lidhur me ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Shqipëria ka mbetur pas në procesin e integrimit, duke i referuar diskutimeve të vendeve anëtare për raportin IBAR. Sipas tij, përfaqësuesit e vendeve të BE-s kanë zhvilluar disa takime pa arritur të japin një vlerësim pozitiv për vendin. Berisha akuzoi drejt për drejt kryeministrin Edi Rama për korrupsion, duke pretenduar se kjo është arsyeja kryesore e vendosjes së kushteve të reja nga Bashkimi Evropian në rrugën e integrimit të Shqipërisë. Ai shtoi se vendi, sipas tij, po largohet nga perspektiva evropiane, ndërsa kritikoi edhe aktivitetet politike të kryeministrit në terren. Nga ana tjetër, qeveria i ka cilësuar këto deklarata si të pabazuara. Ministri për punët e jashtme, Ferit Hoxha, tha se Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm dhe të konfirmuar nga institucionet evropiane dhe vendet anëtare. Hoxha i cilësoi pretendimet për bllokim të procesit si tymnaj, duke theksuar se negociatat po avancojnë dhe se vendi ka përmbushur një sër detyrimesh konkrete në kuadër të procesit të integrimit. Ai sqaroi se procesi i anëtarësimit nuk është vetëm teknik, por një transformim i thellë që zhvillohet brenda vendit,
duke përfshirë reforma në shumë sektor. Ministri pranoi gjithashtu se mund të ketë pasur mangësi në komunikimin me publikun, por theksoi se transparenca është rritur dhe se qeveria është angazhuar për të informuar më mirë qytetarët. Sa i përket raportit i bar, ai shpjegoi se është normale që vendet anëtare të kenë pyetje dhe kërkesa shtesë, duke e cilësuar këtë si pjesë të zakonshme të procesit negociues. Sipas tij, Shqipëria ka ndërmarrë 92 hapa konkret në këtë proces dhe po vijon punën për përmbushjen e kritereve, ndërsa çdo çështje e mbetur do të trajtohet në fazat e ardhshme të negociatave. Debati mes palëve reflekton ndasitë politike në vend për një nga proceset më të rëndësishme strategjike, ndërsa integrimi në Bashkimin Evropian mbetet një nga objektivat kryesore për Shqipërinë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.